Të quaj? Si të quaj? Egesa. Egesa. Çfarë viti je? I tretë. Ju jeni viti i tretë gjimnast të gjithë. Ju bien drita të gjithëve dhe dukeni fantastik kur u shikoj kështu, kënaqem shumë. Kam shumë përgjegjësi që flas me ju, sepse jam e sigurt që sikur dhe një fjalë të mbetet sikur tek njëri prej jush kam bërë një punë të mirë. Prandaj vi me dëshirë kur më duhet flas me të rinj. Kjo është ajo që bëjmë në jetë. Na motivojnë dhe përpiqemi të motivojmë. Na frymëzojnë dhe përpiqemi të frymëzojmë. Na mësojnë dhe përpiqemi të mësojmë. Dhe kështu kalon. Ne nuk ja kthejmë atë që na kanë dhënë, atyre që na e dhanë, po ja u japim të tjerëve dhe pastaj koha bën të vetëm. Gazetaria nuk ka qenë profesion i lehtë për vajza, sikundër në momentin që unë kam nisur, shumë pak gjëra kanë qenë të lehta për vajzat. Ai sa unë më mend në atë kohë, bëja shkrime që sipas me ishin feministe dhe thosha sa e vështirë është për vajza. Vazhdon të jetë e vështirë. Nuk është lehtësuar. Tani Shqipëria është ende një vend i vështirë për vajzat, po dhe bota është. Sado që përpiqen të na thonë që për në botë është ndryshe, është e vështirë. Po unë kam menduar kështu. Bota, Shqipëria, koha janë të vështira për njerëzit në përgjithësi. Nuk e kam ndarë gratë, burrat, femrat. Më nuk e kam parë veten, unë jam një vajzë dhe vendi im është këtu, mbas. Unë jam një njeri dhe vendi im është atje ku çdo njeri është, të guxoj. Unë kam provuar të guxoj, të bëj gjërat që dua. Dhe kam menduar që nëse nuk ja dal, do provoj një gjë tjetër. Nuk do mërzitem, nuk do dorëzohem, nuk do ligështohem, nuk do të riqem. Domethënë kam menduar që humbjen ta marr me sportivitet. Dhe siç kam menduar ka ndodhur. Kam humbur dhe jam ngritur prapë. Kam humbur, kam qarë, kam shirlotën dhe kam vazhduar. Nuk ka qenë gjithë i shkëlqimi i prezantimit të fillimit. Ajo ka qenë këtu dhe këtu. Kjo është i mrekullit, ti është këtu dhe i thua për 2 sekonda. Po në fakt janë gjithë vitet e mia të aty këtu, të cilat në një vend rrëzohesh, pastaj ngrihesh, pastaj largohesh, pastaj shkon në një vend tjetër, edhe vazhdon nga e para, pa e vrarë mendjen që unë jam një grua dhe nuk mundem, dhe ata janë burra dhe mundem. Unë jam një grua dhe mundem siç mundet një burr. Apo, do më duhet të punoj 2 fish më shumë, duke ditur që rruga ime drejt asaj që dua të arrijë është pak më e gjatë se për burrat. Me kalimin e kohës kam kuptuar që nuk bëhet fjalë për njerëz më të zot, bëhet fjalë për njerëz që komunikojnë më shumë me njëri tjetrin. Dhe burrat komunikojnë më shumë me njëri tjetrin. Ule në kafe, ule në darka, mua dikur kjo më duke gjë e keqe, thosha, po ata s'punojnë prandaj. Po është ata ulen dhe komunikojnë. Dërsa ne gjatë kohës që ata komunikojnë në darka, ne kemi her pas here dhe punë të tjera, të tipit më duhet të shkoj në shtëpi, vajza ime është në moshën tuaj tani, pastaj ti do gatuash, pastaj ti ke një problem i cili ka dalë rrugës me prindrit e tu, etj, që vajza duke marrë përgjegjësi më shumë në jetë, duhet i përballojnë. Tani nuk keni probleme të tilla, ju jeni të lirë tani nga problemet. Por rrugës gjithçka ndodh. Dhe ne i përballojmë. I heqim pak kohë komunikimit dhe kjo pastaj ndikon që të duket sikur ata janë më të zotët. Jo, ata kanë pak më shumë kohë. Ne do punojmë më shumë edhe do të kapim në mes të rrugës. Megjithatë, është diçka që dua ta pranoj. Ata nuk janë as armiqtë tanë, as konkurrentët. Ata janë gjysma tjetër e sallës, janë gjysma tjetër e ndërimeve tona. Janë çunat për cilët këndojnë bukur që ta shohin. Janë njerëzit të cilët na bëjnë të ndihemi më të plota dhe më të motivuara. Në fund të fundit, ata janë ajo që na bën bashk, na bën një, na bën të plot, na bën njerëzor. Kështu që ne i duam ata. Nuk i konkurojmë.